Kthehemi në studio, mbetemi tek debati për listat e kandidatëve. Partitë do të kenë deri në mesnatë për të prezantuar, po themi, ofertën e tyre politike nëpërmjet listës emërore. Do të diskutojmë për këtë çështje dhe të tjera me zotin Edvin Kulluri nga Partia Djatha, si 1912. Kulluri, shumë faleminderit që je me ne kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit Gjoj. Mirë, unë për nis bisedën me një pyetje pak provokuese, pse si një parti me mendësi të re nuk i shpëtuat, po themi, këtij kurthi të orës 12 të natës për prezantimin e kandidatëve? Kjo s'krijon asnjë problem të mentalitetit vjetër. Kjo çështje organizative, disa kandidatë kanë shfaqur vullnetin më shpejt, disa tjerë kanë vendosur javën e fundit, po themi, nëse do kandidojnë apo jo do mbështesin apo jo partinë në koalicion, këtë nuk diskutohet. Ne ekipin elektoral e kemi shtrirë në gjithë qarqet e vendit. Kurse kandidimi me mbështetjen janë dy gjëra të afërta apo të ndryshme, kështu që kemi pritur deri në momentin e fundit dhe ata kandidatë të cilët kanë marrë mendimin përfundimtar dhe mbi të gjitha edhe ndonjë kandidaturë të papërshtatshme kemi menduar që të mos ta paraqisin në listë. Kulluri, ndërkohë, çfarë mund të zbulosh? Që të jemi qartë, domethënë, ose kandidaturat më të përshtatshme që janë në listë, sepse në fundit është një çështje llogarisë elektorale, ne duhet ne të marrim mandate në disa qarqe, nuk po jemi në zgjedhje thjesht për të marrë pjesë. Kulluri, çfarë mund të zbulosh për ne nga ajo që pritet në mbrëmje? Keni një qartësi për disa nga emrat, ju personalisht ku do të jeni? E keni thënë, besojmë biseda informale, nuk e di nëse keni thënë publikisht, do të jeni në qarkun e Vlorës, apo jo? Si rregull, po. Nuk besoj të ketë ndryshim në moment fundit, besoj dhe Alibe do jetë në Tiranë, do shami shërë në Tiranë, edhe në emër surprizë që është miku studës tuaj, po më mirë ta merrni vesh nga TQZ, se sa nga unë. Nuk jam autorizuar të shpalos listën në media. Okej, mirë, do të pres edhe për të mikët përbashkë të këtë përshtypje. Jeni sigurt për një gjë, në dallim nga gjithë partitë e tjera të reja apo të vogla, siç i quajmë ne, të cilët kanë vetëm të njohur kryetarët që do kandidojnë në Tiranë, pjesa tjetër janë njerëz, po themi, jo profile publike të nivelit lartë, lokale, kurse në rastin tonë janë njerëz të sprovuar me përvojë, të cilët do kandidojnë në qarqet kryesore dhe në qarqet të vogla. Kanë deputet aktual, njerëz që janë votuar, njerëz që kanë një karrierë të gjatë politike, njerëz që kanë dedikim dhe mbi të gjitha njerëz që kanë mbajtur qendrim të qartë brenda Partisë Demokratike në raport me shkëputjen nga mentaliteti i listave të mbyllura, autokracisë, partisë kryetarit, ne prandaj ndarme Zoti Berisha dhe dashuri shumë më para nesh, sepse të gjithë jemi në një mendje. Shqipëria ka nevojë për hapje demokratike, për rikthim të kushtetuta e 98-s, biles dhe përmirësim të saj, për të hapur sistemin politik, për të hequr parlamentin kryetarëve, për të kthyer votuesve dhe qytetarëve. Nuk ka rrugë tjetër që të shpërbëhet kjo gjysmë autokraci PS-PD që po i merr frymën vendit nga çdo pikpamje që nga viti 2008 mbas. Kulluri, keni pendesa për mënyrën se si shkuan gjërat në sensin e nevojës edhe kërkesës së një pjesë e elektoratit për një pol të tretë, ju bët një përpjekje shumë serioze për të bashkuar një faktor sa më të gjerë, madje edhe me një shkresë zyrtare që u dërgua, kam përshtypjen pak javë më parë, pak ditë më parë, dhe në këtë drejtim, me çfarë objektivi do të shkoni? Keni pendesë që nuk u bashkuan kandidat parti me vizione të ngjashme? Nuk besoj që ne kemi bërë një faj duke shtrirë dorën e bashkëpunimit të gjithë partive, pa e paragjykuar edhe për çështje të caktuara ideologjike apo politike që mos situoni. Bilesuar në prezantimin e partisë në datën 13 tetor në Hotel Rogner, kam thënë që jemi të hapur për koalicion dhe me Partinë Demokratike vetëm me një kush, Zoti Berisha, të mos jetë kandidat për kryeministër dhe të ndryshojë qendrimin për SPAK-un dhe për listat e hapura. Nuk e pranua, Partia Demokratike do të vazhdojë të jetë bunkeri i Sali Berishës, siç edhe Partia Socialiste po bën të njëjtën gjë, them kemi mundësi ta diskutojmë pak. Çështja në atë që po ndodh me tërheqjen e disa kandidatëve të PD-s dhe PS-s, se nga Partia Socialiste janë 2-3 deputet historik të PS-s dhe figura historike të PS-s, si Petro Koçi dhe ndonjë tjetër që nuk do karojnë me shumë mundësi, për shkak se e gjejnë veten të keq përdorur nga bunkeri ose nga shefi i bunkerit të PS-s. Në PD e dini veç çfarë ndodhi. Kështu që mbasi mbyllëm kapitullin PD-n, dhe ata thonë, kjo është partia e Sali Berishës, na vjen keq, nuk bashkohen dot.
Ne e shtrim dorën të gjithë partive të tjera, që nga Lulzim Basha që ka qenë partneri, ka qenë kryetari, por ne kemi qenë pjesë e PD-s, cili do të dalë vetëm zgjedhje sepse mendon që kanë 140 kollos. Unë uroj që kollosët mos të bëhen liliput, se edhe i njohim se kush janë kolegët tanë dhe di më fuqinë elektorale që kanë, kurse ky grup të njerëzish është grup serioz, që në qasjet kryesore të paktën kemi njerëz konsoliduar publik. Plus LZK-ja, mirë për marrë rast, e ka SFAI-a, që është sekretar Shemishit, kryetar për 2 dekadash i legalitetit, dhe njerëz të njohur nga familje të shkëlqyera mbi të gjitha qytetare që përfaqësonin traditë të djathtës. Gjë që PD-ja e ka mohuar dhe e ka anashkaluar çdo vite. Njerëz janë të lidhur me shtresën e pronarëve legjitim, të përsekutuarve të gjetën veten tek Partia Demokratike. Iku kjo pjesë. Thirrja ka qenë për gjithë partitë e reja. Tani, si mund të jemi ne të penduar kur kemi shtritur dorën e bashkëpunimit dhe ata që kanë marrë vendimin e gabuar pas një shkak nuk u bashkuan në koalicion të gjë që të maksimalizonin votat e mandatet, mos të kemë pendes. Pendesa nuk ka asnjë vlerë, vendimet janë marrë, tani secili do shohë rrugën e tij në këto zgjedhje. Një gjë është e sigurt. Ju dini shumë mirë që partitë votojnë për 4 arsye kryesore. Në këtë del çdo sondazh. Votojnë për aktivitetin e partisë, ne jemi njerëz që kemi një kontribut të gjatë të djatha. Votohet kandidatë për kryeministër, partitë e vogla nuk kanë kandidatë për kryeministër, dhe ne mbi të gjitha nuk kemi as kryetar partie, ne parti me detyrim kolegjial dhe edhe koalicioni funksionon të barabartë, dhe ky është avantazh i madh si mesazh politik që ne japim njerëzve. Së treti, duke pasur njerëz të spikatur në nivel lokal dhe qendror, listat që janë element determinues për zgjedhjen që do bëjnë kandidatët për të votën në kurtin e votimit, do jenë një avantazh i madh për ne dhe për tërës. Sepse ne politikisht kemi qenë gjatë gjithë kohës qartë, dhe mos harroni, kemi bërë betejë brenda Partisë Demokratike, jo nga TikToku, jo me llafe kafenesh, po jemi përplasur në kuvendët e PD-s, jemi përplasur, unë kam qenë 2017 me leadershipin e Partisë Demokratike, në përplasje të hapur politike, jo personale. E kam thënë dhe po e them sot, unë personale s'kam asgjë, as me Sali Berishën, as kam pas Lulzim Bashën. Kam folur për parimet, që kjo parti të jetë hapur, kjo parti të respektojë votën, të respektojë vullnetin e lirë të njerëzve. Kur nuk janë dakord për këto parime, e kanë tradhtuar ditën e parë të themelimit të PD-s në mënyrë sistematike dhe shikoni çfarë bëjnë sot. I morën primaret, i grisën, i honë në koshën e krerave dhe këtu do jemi, do e mbushim listën me mediokër, funksional të bunkerit të tij. Një të gjë që po Pulluri, duke mbetur tek parimet, deputeti dashnor Sula ka njoftuar që nuk do të jetë pjesë e listave me argumentin e përjashtimit sepse jam spakist. E thaj, mund t'i bëni një ofertë zotit Sula, duke qenë se janë orët e fundit, falë që po e bëj këtë sugjerim, pa qenë pjesë e partisë, por duke qenë se përshtatet me parimin tuaj pro SPAK dhe pro drejtësisë. Ne nuk kemi ndërmend të mbledhim kusura. Okej. Ne punojmë me kartonera, në ç'kuptim duhet të them. Pra, kjo është një vlerë serioze, flas figurativisht, po themi e mendjes dhe moralit qytetar. Ne nuk kemi dalë për tregti dhe pazare me listat e fundit. Ata që janë këtu sepse kanë qëndruar në vite për këto çështje. Zoti Sula pro drejtësisë ka qenë gjithmonë. Jo, zoti Sula nuk ka qenë pro drejtësisë, zoti Sula ka dalë me bluzën lironi udhëheqin, Sali Berisha, ka qenë kundër drejtësisë për këto çështje. Zoti Sula nuk do të debutojë sepse nuk është besnik personal i zotit Berisha, por ka menduar se do ta gënjente zoti Berisha duke u veshur si berishist. Kjo çështje lëkure. Pra, ju e dini që ujku kur vesh lëkurën e deles ka një arsye pse. Zoti Sula nuk ka qenë për listat hapura, se përndryshe do kishte qëndruar me ne. Zoti Sula nuk ka qenë mbështetës SPAK-ut, se përndryshe do ishte tek ne, jo atje. Te njeriu që do ta shkrijë SPAK-un, dhe njeriu që është në konflikt me drejtësinë, njeriu që ka qenë në konflikt me gjithë perëndimin për çfarë të fundit. Çfarë bën SPAK-u gjekoja? Po mundohet të rikthejë ligjshmërinë në të vërtetë. Parazim para ligjit të çdo qytetari, me politikanin, me biznesmenin, me gangsterin, me njeriun e thjeshtë. Të gjithë do të jenë barabartë para ligjit. Ai sa mund të arrijë xhoja në demokraci. Por ditën e fundit të shpallesh SPAKist kur ke qenë në krah të liderit që do të shkrijë SPAK-un, kjo nuk është e sinqertë. Unë nuk mund të them. Bashkë me disa deputet, bashkë me ju kanë qenë. Një sekond. Nëse Sali Berisha ka marrë fshesën edhe po pastron çimenton, ne nuk jemi katësia që do mbledhim ato që kanë nxjerrë Sali Berisha nga shtëpia vet. Këtë ta harrojmë dhe ta mbledhim mendjen mirë. E kam ditur që do mbeten në mes katër rrugëve politike, se e kam njohur me Sali Berisha.
Ja u kam thënë, Sali Berisha do një parti sklebrish, dhe e kuptuan ditën e fundit, sepse në atë parti, më fal, nuk mbarojnë budallënjë që gënjen nga Sali Berisha për 84 vitesh. Sepse sot zoti Berisha nuk ka synim të fitojë zgjedhje xhoj. Nuk ka synim të arrijë si PD, ka qëllim të mbajë një grup besnikësh, si ata që rrinë poshtë balkonit, të njëjtët, për të mbrojtur nga drejtësia dhe për të mbrojtur ortakërinë e tij të pisët me krye shefin e intrigave kundër Spakut, që është Edvin Rama. Kjo është aleanca e tyre. Nuk ka aleancë tjetër. Këta që mendojnë se do futen në përkëmbët e Ramës dhe Berishës pa dijenin e tyre, si Dashi, miku im, të Dashi unë vlerësimin personale kam maksimal, por Dashi si politikan me mua nuk mund të qëndrojnë krah se kam bërë to zgjedhje gabuara dhe nuk mund të thot mua ditë e fundit më falni se gabova. Jo, kjo nuk është çështje personale zotëri. Ky koalicioni jo nuk është zyrë punësimi për kandidatët që mbeten jashtë listave. Mirë, këtë e bëra unë si pyetje, nuk është se ka kërkuar Dashi që mos e... Jo, po flasë me qëse se kemi edhe këtu. Dashi as ka marrë telefon, as ka për ta marrë, me që më pyete. Okej. Do thash një herë, personalisht për Dashi kam vlerësim si jurist, si prokuror që ka qenë dhe si mik edhe personal, se jemi ulur 5 herë, kemi pirë kave, kemi ndruar një bisedë. Por politikisht kanë bërë një autogol të madh dhe disa do shikoni sot si Zori Sula, si do fluturojnë nga drejtare e Foltores. Okej, mirë, Kulluri e keni zgjedhur. Grupi Gazbardit të shtrëngoj me rrypat se sot do flaken nga listat e mbyllura. Dhe nuk kanë asnjë shans të hyjnë nga listat e hapura të deputetëve. Okej, Kulluri, keni zgjedhur çështjen e listave të hapura, keni gjetur kandidat të pa interesuar për të bërë deputet që të plotësoni listën fillestare? Në listën e mbyllur, ne do kemi kandidat që nuk do ta vazhdojnë ngaren, që t'i hapin rrugë listës së hapur. Biles kemi menduar që edhe në formë simbolike të vendosin dhe persona të cilët do të bëjnë qesharak Ramën me Berishën. Sepse lista mbyllur qesharake është antidemokratike. Si do t'i bëjnë qesharak? Do të vendosur kandidat që të bëjmë qesharak ata që mbyllin listën. Do t'jenë të afërmit tuaj kujt mund të besoni në një proces që në 2019 rezultoi fatal. Nuk ka lidhje fare me të punë, sepse ata ishin kandidat politik. Këtu nuk janë këtu e vetmja gjë politike është mesazhi për ata që të kuptojnë që këto janë listat tanë rivalët tuaj. Për shembull, një nga rivalët e Sali Berishës dhe Tiranës në Tiranë mund të jetë ndonjë zotëri 155 vjeç. Për të dhënë mesazh të doktorit. Nga rekordin botror për injekcinë. Që po ti e kupton tash humorin tim. Çet Afrika cak, Sali Berisha i partit të disa udhëhesi madh. Edi Rama, udhëhesi madh. Të hynë në listë hapur. Ta provoj vetë sa do popull. Megjithëse ka një avantazh që është kryeminist patjetër. Por në nderin e tyre ishte ty në listat hapura. Në çnderin e tyre është ajo që do të bëjmë ne me kandidat për listat mbyllura, vetë fakti që të rriqim ne është mesazhi më i qartë që lista mbyllur nuk vlen, nuk është një listë shqiptarëve, nuk është një listë qytetarëve, është një listë pa vlerë. Prandaj ne do ta bëjmë të pa vlerë listën e mbyllur për t'i dhënë mundësinë Komisionit Qendror Zgjedhjeve që mandatet tona llogarisë e lista hapur. Dhe ne do të çojmë në parlament njerëzit që votojnë më shumë mes nesh. Pra po bëjmë një garë të ndeshme mes një tjetrit, një garë të ndeshme me partitë e tjera. Jo të vendosin ne ushtarët tanë të parë apo dy apo veten tonë. Unë s'kam bërë parti për vetë gjë. As e Keledi, as e Zarti, as e Tira, as e Iseta, as Agroni, as Arbi, as e Laudini. Kemi bërë parti që t'i shërbejë interesit publik. Jo t'i shërbejë një kryetar i partisë, se këtu ka dhe parti të reja, që bërtasin më të madhe, po përveç kryetarëve nuk njihet asnjëri. Çfarë dallimi ka atëherë midis Berishës, Ramës dhe ndonjë tjetri që njihet vetëm ai në opinionin publik? Kush dallimi tu? A kemi dalë të rrezojmë autokracinë? Po do ketë gjë më qesharake se partitë e reja që kanë shkuar në gjykatë kushtetuese për listat e hapura do fusin veten kryetar në listën e mbyllur. Çfarë dallimi ka me Edi Ramën dhe Sali Berishën nëse e bëjnë? Prandaj konsistenca, serioziteti është ajo që vlen më shumë politikë. Ne do të shkojmë deri në fund betejës tonë për listat e hapura me shembullin ton, me garën që do të bëjmë. Kulluri, se i takon, po themi pritshmërive tuaja, jenë gjendje të më thuash në bazë të një projekcionit, një ambicie, ta quajmë çfarë duan, se sa mandate do të merrni, për sa do të luftoni? Ne do të synojmë grupin parlamentar, që është minimumi 7 deputet. Ky është synimi jonë. Pastaj sa do hapim apo jo, këtë e vendosin shqiptarët, nuk e vendosin ne. Kjo nuk është loto. Jo, unë po pyes në bazë të një pritshmërie. Dhe ndërsoj sinqeritetin në përgjigje. Një kolegu jo, e nisi me 7 mandate, e çojmë 25 tani po diskutojmë për 4.
në 3 muaj. Unë nuk jam qeqerak, as unë as një kolegë mi, ne nuk kemi dalë për bërë galla për njerëzit, as të frymë veten, as të faqë për të thënë masturbohemi politikisht dhe intelektualisht, në vje keq. Ne kemi dalë për të bërë garë serioze, lidhur me ato principe që ne kemi, ne do bëjmë luftën tonë për kthimin e pronës të Zotit, ne do bëjmë luftën tonë për dekomunizimin e Shqipërisë dhe për të arritur një konsensus për rishikimin e historisë komuniste, dhe më gjërë se kaq, ne kemi hyrë të garë për të bërë parlament me 2 dhoma, me senat dhe me dhomë tullët, me president të fortë, jo me një republikë kryeministrore si që duhet shbërë autokratizmi që ka pushtuar institucionet dhe gjithë sferën publike shqiptare. Kjo është betejë ajo, dhe një nga ato flamuj të betejës sonë janë listat e hapura, se po nuk u çlirua parlamenti, po nuk e morën në dorë, në falë se është dikush që po merr disa herë në telefon, po nuk u çlirua parlamenti nga pushteti i kryeministit, nuk ka zgjidhje për asnjë defekt të rënd demokratik që ka sot demokracia shqiptare. Këtu fillon betejë në parlamentin e 11 majit. Okej, dhe një çështje të fundit fare, se i takon qasjes me partitë e ngjashme që nuk u bashkuat. Ka një lloj, po themi, dakordësie të eshtur për parimet e përbashkëta të paktën? Tani nuk kam ajo dëshirë të parlamentit. Në rast se ju do të kushtëzoni një qeveri të ardhshme gjithmonë. Qeveria e ardhshme është me parimet. Një dhe dyta parimi kryesor janë që ne jemi të djathtë. Ne me Partin Socialiste nuk mund të bëjmë dot korrupsion, sepse s'biem dakord për shumë gjëra. Nuk është luftë ideologjike, është çështje principesh. Pra, po të marr një rast, 12 vjet, qeveria e Edi Ramës nuk ka kthyer 1 metër katror pronë me agjencinë e trajtimit pronave. Si mund të bashkëpunojmë me ata kur ne jemi familje që përfaqësojmë shtesën pronare, se jemi vetë pronarë. Unë, Rezardi, Keleli, ne dashe, ne vim nga familje pronarësh. Nuk e kemi propagandë çështën e pronës si disa tjerë. Ne besojmë sepse e përfaqësojmë drejt për drejt dhe shtresë. Si mundet të ulet një djalë, që sot është burr, i lindur në internim si Keleta Libe, tulet me fëmijët e persekutorëve të bëjë qeveri të bashkë. Çfarë lidh më? Edhe pa u sqaruar ende historia e Shqipërisë. Nuk mundet. Nuk ja kërkon dot askush. Dhe unë i pari them, po, ti nuk mund të bësh qeveri me ata. Ata po duan ta bëjnë vetë. Unë besoj që Rama Berishën, me këta gjendë që kanë kundër SPAK-ut, kundër drejtësisë dhe kundër partnerëve perëndimor, do të shkojnë deri në fund marrëzisë tyre, prandaj kisha vetëm një gjë për të thënë. Sali Berisha dhe Edi Rama kanë kohë deri sot 12 anës të hiqen në kjo paljaçat që nuk vjen të zgjidhje. Rama ishte afër të vendimi, e ka thënë, mirë është që të marrë dorë takun e tij dhe ta çlirojnë sistemin politik, ta çlirojnë Shqipërinë nga gjendja ku e kanë sjellë. Fatkeqësisht, ata dy njerëz kanë luajtur një rol shumë negativ në Shqipëri nga viti 2008 e mbas. Prandaj jemi në këtë pikë ku jemi sot. E qartë. Kulluri, shumë faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi, do të presim listën e të shohim.